Në 9 vitet e shkuara, vetëvendosja është rritur shumë. Ajo tash është një forcë e madhe që synon të ndërtojë një Kosovë të drejtë, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë sociale. Lëvizja ka qenë opozita e vetme në mandatin e fundit të kuvendit me deputetët më aktiv gjatë kësaj legjislature. Me pushtetin e saj në komunën e Prishtinës, ka arritur të ndalojë krimin dhe ta zhvillojë kryeqytetin e Kosovës. Lëvizjes janë bashkuar profesionistët më të mirë të ekonomisë të financave, të bujqësisë e agrobiznesit, të zhvillimit industrial e teknologjisë, të shëndetësisë, të arsimit dhe shumë fushave të tjera të ekspertizës. Tash jemi edhe më energjik. Tash jemi edhe më kreativ. Tash jemi edhe më të fortë. Tash Kosova ngrihet në këmbë me lëvizjen vetëvendosje. Mirëdita të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë tubim kaq madhështor dhe kaq të rëndësishëm, të cilin kam kënaqësinë me qenë prezente, veçanërisht në mesin e njerëzve të cilët i dojnë ndryshimet, e dinë që janë të nevojshme ndryshimet dhe në mesin e njerëzve të cilët do t'i bëjnë ndryshimet. Pa humbur shumë kohë, do t'aftoj ta merr fjalën njeriun i cili i filloi ndryshimet nga kryeqendra e Kosovës, Shpend Ahmetin, kryetarin e Prishtinës, njëkohësisht aktivistin e lëvizjes vetëvendosje. Mune me dhe pa mikrofon, dragush. S'na shti me bërtit, se jena mësun, Ma bonin një njoni mëse hek setrën se po del këmisha jashtë. Thash që shtu me këmish jashtë, kena fitu në Prishtinë, se... Se për neve nuk o qash me rëndësi që është dokëm, po qka po thojmë. Qytetarë të ndëruar të Prizrenit, me të vërtet është knatësi, po ju them, edhe këtu kur e dëgjova në oborin e lidhjes së Prizrenit, me himnin kombëtar të filloj fushata një qytet madh, lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 8 qershorit. Nuk ka ma mirë se kjo. Edhe dilli po nxen, po përgatitëm për 8 qershorin e fitores, të nderuar qytetarë të Prizrenit, të nderuar deputet të ardhshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar i kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin. Mirë se keni ardhur, unë e ju them, mirë se i kemi ardhur, po njëjtën kohë dhe mirë se ju gjetëm në qytetin e Prizrenit. E kam nis çdo fjalim këto ditë duke thënë se para fitores së 90-torit në Prishtinë, shumë njerëz neve na kanë thonë se nuk do të mund të fitoni. Nuk ka gjasa të fitoni.
edhe një 2-3 vjet do të mi kry këta do punë të këqija, ma ne vjen koha juj. Kështu ka qenë storja edhe në Prizren. Leni se pi u vynë këta, edhe një 3-4 vjet këtu në ndërkombëtarëve, do të mi kry do punë zërshme, e ma ne vjen lëvizja dhe vendosje me ndrejsh. Në qëfësë është ashtu puna me ndrejsh lëvizjave të vendosje, ma mirë është me ndrejsh tash se mas 4 vjet dhe kur të prishin këta dhe ma shumë. Prandaj, du me potencu që arsyeja pse kanë thonë sfitoni jo pse njerëzit nuk e kanë dash lëvizjen vetë vendosje. Sepse se cilin e kemi taku na e thojnë të njëjtën gjë. Unë jam me juve, po nuk pe di pe kom një fartute, mos pi vjedhin votat, mos pi u vynë këtyne ndërkombëtarëve, kështu ka qenë edhe para Prishtinës. Edhe shokët e mi më të ngushtë, më patën thonë, ki me fitu, po mas zgjedhjeve thëshin se kena besu që ki pas me fitu. Pra, edhe ata cilët e kanë menu më të mirën lëvizjeve të vendosje, e kanë pas drojën që nuk fitojmë, me gjithat, që ta njerëz u bënën shumica dhe ne fituam në Prishtinë. Ne besojmë fuqimisht besojmë se kjo është situata dhe tash. Nuk e keni idenë se ku do që po shkojmë, sa është numri madh i njerëzve cilët na thojnë, ne jemi me juve, po nuk e di sa keni me fitu. Krejt çka duhet me bo, është që me u siguru që krejt këta njerëz dalin në zgjedhje, me u siguru që ja umbrojmë votën, dhe fitoria do të jetë e lëvizjes të vendosje me 8 qershor, prandaj fitoria do jetë e juaja. Ashtu siç nuk besonin se do fitojmë, shumë prej tyre nuk besonin se do t'i ndalim ndërtimet pa leje në Prishtinë. S'ka gjasa, është mafia e ndërtimit, nuk ju lën, këta kanë parë shumë, ju s'keni. Këta i kanë njerëzit më të rrezikshëm, ju nuk i keni. Dhe në fakt 5 muaj nuk kanë shku më shumë, dhe në muajin e dytë të qeverisjes tonë në Prishtinë, ne kemi ndal ndërtimet pa leje dhe sot në Prishtinë nuk ka edhe asnjë ndërtim pa leje i cili po zhvillohet tash, qoftë nga mafia e ndërtimit, qoftë edhe nga njerëzit e tjerë. Pra vendosja e rregullit dhe rendit, kur ka vullnet, është tepër e lehtë. Në fakt është tepër e lehtë kur ki mrapa një organizim dhe kur bosh bashkë me njerëzit e tjerë. Pra, unë e kam thënë para disa ditëve se në Gjilan kur isha më prezantuar, thanë kryetari ma trim në Evropë, ka thonë Guardian. Nuk jam unë aq trim. Trim dhe të guximshëm na bën veç organizimi. Trim dhe të guximshëm na bën veç organizata. Dhe e tillë është lëvizja vetë vendosje, e tillë ka qenë gjithmonë, e tillë është edhe tash, e tillë do të jetë edhe në të ardhmen. Pra, kur është diçka me të bëu presion për pa drejt, asnjëri nuk thirr. Kur të kërcënon dikush, krejt janë aty. Kjo është lëvizja vetë vendosje dhe këtu dallon prej shumë subjekteve tjera politike. Po në të njëjtën kohë keni një lajm tjetër që vjen nga Gjermania. Një deputet gjerman atje thot, na i kena dyrë të mbylluna për shtetet e korruptuara, duke e pas këtu idenë tek udhëheqësia kosovare. Pra pas një vizite që i bonin Kosovë, një deputet gjerman thot, i kemi dyrë të mbylluna si Evropë për njerëz të korruptuar. Dhe kjo është tash 2 rrugë që ne duhet t'i zgjedhim. A do ta kemi nesër lajmin i cili thot, kryeministri Albin Kurti është kryeministri më i guximshëm në Evropë, apo do të kemi lajme të tjera? Apo do të kemi lajme të tjera që na vinë nga Gjermania, nga Franca, nga shtete të tilla që Kosova është shtet i korruptuar. Na nuk jemi popull i korruptuar. Na nuk jemi hajna. As nuk duhet me pranu kur që na si popull jena hajna. Është e vërtetë që i kemi në udhëheqësi njerëz të korruptuar, por krejt çka duhet me bë është që mi hek ta njerëz të korruptuar në mënyrë që na me i pru njerëz të drejt përpara, me çu këtë vend drejt zhvillimit, drejt barazisë, drejt luftimit krimit dhe korrupsionit, për të hyrë një ditë në Evropë, natyrisht si shtete sovrane, por natyrisht bashkë me pas bashkimit kombëtar me Shqipërinë. Natyrisht kur e përmendi bashkimin na keshim, jo si të tjerët që i kap një fartute, sepse na e shohim bashkimin si të mirë, si të nevojshëm, si të domosdoshëm dhe që na e bën zhvillimin neve si komb. Kundër askujt tjetër, po vetëm për të zhvilluar kombin tonë. Alternativa lëvizjeve të vendosje i ka 3 shtylla. Ato shtylla janë gjëra të cilat na përcjellin dhe parimet të cilat na përcjellin në çdo udhëheqje, edhe në komunë edhe në nivelin qendror. E para është që shtylla e parë të cilën ne kemi potencu është shteti i së drejtës. Çka do të thotë kjo?
Kjo nuk do të thotë vetëm të kesh agjencion kundër korrupsionit, gjykat, institucione të tilla, ligjin antikorrupsion dhe thosh unë po e luftoj korrupsionin, sepse në fakt që 14 vitet e fundit nuk mundesh me gjetë një prej peshkaqenve që po i quajmë, e që ne të gjithë e dim që janë të korruptuar, që janë prapa grilave apo që janë akuzuar apo që janë hetu. Vetëm në 5 muaj e komunës së Prishtinës udhëheqësisë, ne i kemi dërguar mbi 50 dosje në prokurori. Herën e fundit do kon 49, sot i kena dorëzuar edhe 2, jo mbo 57. Po ju tregojmë sepse tashmë kemi filluar edhe dosjet e prokurimit, të cilat kanë qenë të dyshimta, e po ashtu i kemi dorëzuar disa paditë të tjera të cilat i kemi bë. Krimi luftohet në këtë mënyrë. Pra, e gjen të keqen, e dërgon në prokurori, e thirr prokurorin për çdo javë, i thosh çka jeni të bëj për këtë punë, sepse na dalim publikisht me tregu se dhe ju jeni të përfshim. Dhe në atë moment ose do të më thonë ata këta janë pafajshëm ose do të më nis hetimet. Në rastin toni kanë nis hetimet edhe deni na kanë lënë pa inspektorat të ndërtimit, po ja bojmë qarën edhe asoj ja gjejmë zgjidhjen përderisa luftohet krimi dhe korrupsioni. Shtylla e dytë është shteti zhvillimor. Ju po e shihni gjendjen në të cilën jemi sot. Jemi në vendin e parë në Evropë, para se me u gëzut ju kallëzoj për çka. Në vendin e parë për papunësi, i kemi ik Bosnës, koxha larg. Në vendin e parë për varfëri, i kemi ik Moldavis, koxha larg. Dhe jemi pothuajse në vendin e parë për percepcionin e korrupsionit. Pra nuk kemi çka me humbur për gjendjen në cilën jemi sot. E kemi popullatën më të re në Evropë, por është populatë e cila po këshyr me u bë liberalizimi i vizave me ik prej këtuj. Dhe ajo që ka ndodhur në 20 vitet e fundit është shkatrimi i ekonomisë tonë, shkatrimi i industrisë, jo vetëm përmes asaj se çka ka bërë shteti serb në Kosovë, por edhe përmes politikave të cilat janë bërë pas luftës privatizimit të shpejtë. Dhe kur ju tregojmë njerëzve se para 20 viteve Kosova ka prodhu bateri për ushtrinë izraelite, fabrika baterive në Gjilan. Kur ju tregojmë se kemi prodhu amortizator për Peugeot dhe Renault, fabrika amortizatorëve në Prishtinë. Kur ju tregojmë se kemi prodhu panxar sheqer, kemi prodhu plot produkte tjera, rinia e sodit pothuajse nuk beson, sepse edhe vetë besimin na ka ndërzu. Mi thonë sot një të riu, cili nuk i ka përjetu ato, nuk beson se a mundëm me prodhu edhe rmojca, thot, s'mundëm na përprodhu. Si jena na shqiptarët për prodhim. Na kena dëshmu këto, edhe në të kalumën do të dëshmojmë edhe në të ardhmen. Ne mundemi me prodhu. Ne duhet me prodhu. Nuk ka ekonomi pa prodhim. Dhe sot mua më vjen i natë, kur e shoh që Serbia është dikon 7-8 herë më e pasun se Kosova për kokë banori, kur Maqedonia i ka 5-6 herë punë më mirë se ne, kur Mali Zi është 4 herë më i pasun se ne, jo vjen i natë pse ata janë më mirë. Unë gëzohem kur i shoh të tjerët më mirë, por më vjen i natë që ne jemi në këtë gjendje që jemi. Sepse kjo do të thotë se ose jemi ma të pameqëm, ose jemi ma dembela, ose jemi ma papunëtor se popujt e tjerë. Dhe kjo nuk është e vërtet, sepse nuk i kemi bujqit dembela. Në fakt, bujqit janë qysh ka cilësu edhe banka botërore që në vitin 1975, thot Kosova është Kalifornia e Ballkanit, në vizitën e presidentit bankës botërore, kur i ka pa njerëzit e Krushës duke punu tokën e tyre. Sepse në 5 mëngjesit gjithë kanë qenë duke punu. Por sot do bo ma shtrajt me punu tokën se mos me punu heq. Me bo me dash me punu, litrën e naftës dush me pagu njëjtë për traktor si për gjipat e qeverisë. Dush me marrë kredi prej bankës me 18% kamat. 18% kamat dush me punu për bankën, jo për tokën. Dhe këtu qëndron programi lëviz vetëvendosje që ka të bëjë me shtetin zhvillimor. Na du ta kthejmë prodhimin, na duhet ta kthejmë bujqësinë. Jo me importu kep prej Egjiptit e hudra prej Kinës vitin e kaluam, hudra prej Kinës, e 50% e tokës tonë nuk punohet. Pra do të fillojmë që ta punojmë tokën tonë, që hudrat dhe kep t'i blejmë prej Kosovës, të bëhemi më nacionalist ekonomik, që ta kuptojmë se asnjë shtet nuk është zhvillu pa prodhim, që ta kuptojmë se pa i zavendësu disa prej këtyre importeve, nuk do të shohim rrugë përpara dhe nuk do të krijojmë vende të punës. Prandaj me lëvizjen vetëvendosje jemi fokusuar në zhvillimin e bujqësisë, në prodhim në mënyrë që t'i punësojmë dhe të krijojmë vende të reja të punës. Dhe shtylla e tretë cila duhet përmendi është shteti social. Shteti social ka të bëjë me barazinë. Jetojmë në një shoqëri tepër të pabarabartë. Tashmë në 5 muajt në komunën e Prishtinës kam vrejt tepër më shumë, edhe më shumë pabarazi.
Në fakt, para disa ditëve e pata një vizit nga një punëtor i komunës, i cili kishte punu që 30 vite si postier në komunë. Pra, i merr letrat poshtë, i sjell në përzyre kujt i kanë ardhur letrat dhe kur dërgojmë ne letra, ai i dërgon jashtë komunës. Dhe erë të më thotë se para 2 viteve thotë ka ndarë komuna Prishtinës ca banesa. Thotë edhe unë punoj që 30 vjet për komunën e Prishtinës. Që 30 vjet jo me qira në qytetin e Prishtinës. I kam 4 fëmijë dhe kam kërku dhe kam thonë që nuk ka një njeri tjetër që i ka kushtu ma shumë komunës kohë dhe jetë, 30 vjet të kom punu për komunën. Nuk jo më rritë shumë, po qëto letra i kom bajt 30 vjet. Me një rogë të vogël sa do që i kom pas. Edhe thot, kom menu që im takon mu banesa. Dhe natyrisht më tregoj dhe ma tha që jo që nuk ja kanë dhonë banesën ati, po drejtorat e komunës ja kanë do banesat vetvetes. E kanë bo formulën të tillë që kush duhet me marr banesë, ata që janë drejtora ka 50 pikë, edhe secili prej tyre ja kanë do të thonë banesa drejtorëve të komunës, të cilët ashtu i kanë pas punë të mirë. Kryetari i komunës, siç e dini, o shëtit me një gjip Audi Q7. Po ja u tregoj këtë story jo që ajo shitja e Audi Q7 që ka bo në i farë, më thonë zgjidhje të situatës së varfrisë në Prishtinë, por është interesant që është 3 orë në kuvendin komunal më kanë bo debat. Unë e thësha se du gjipin, ata thëshin maje se dvynë. Por ma ne e kuptova sepse ish kjo, se këtë stili jetës tyne ishte të gjipat e 75.000 euro. Të telefonat, të luksi, të shpenzimet e benzinës, ma ne i kur e këshyra, kjo 75.000 kryeministri, 270.000 euro kërë. 270.000 BMW, që nuk e ka as kryeministri apo kancelaria gjermane. Pra një pabarazi e jashtëzakonshme e cila vetë se po reflektohet edhe në popull. Dhe këtë pabarazi ne duhet ta luftojmë. Këtë pabarazi, për këtë ekziston shteti. Siç thotë edhe Albini shumë herë, një nanë që i ka 4 fëmijë nuk është si njëjtë si një nanë që i ka 2 fëmijë, sepse tash duhet me do kohën në mes të 4 fëmijëve. Dhe ne duhet t'i ndihmojmë atyre që janë në gjendjen më të vështirë. Dhe para disa ditëve e pash në komunë e kishte pruni buqet lule dikush për drejtorin e administratës. Mu e din ushën edhe i thash, mu e din qka jetu bose, kush t'ka pru lule, njeri martum. Tha, le shpenta se erë një plak 70 vjeqare, që e kish marë një dokument që e kish prit që 5 vjet, të cilin e ka marë, pa i dhonë pare kërkujt, pa kur far intervenca, dhe në shajnë falenderimi, në shaj falenderimi ja kishte pru Muedinit një buqet me lule. Besomni që për këto momente jemi hi në politikë. E pres ditën me padurim kur do t'i hetojmë dhe do t'ja u marim banesat atyre cilët nuk e meritojnë dhe i kanë vjedhë në korist popullit e do t'ja u kthejmë atyre cilët kanë mas shumë t'i nevoj për to. Dhe në atë drejtim unë e them që ato që kemi bo me një dhjetor në Prishtinë duhet ta bëjmë me 8 qershor në të krejt Kosovën. Është e domosdoshme, është e nevojshme, është rruga e vetme, është koha tash. Nuk guxojmë dhe nuk mundemi me prit edhe 4 vjet tona sepse do t'i humbim edhe 40.000 apo 100.000 vende të punës. Po du me e përfundu me një barcolet që po tregoj gjithka ka po shkoj, e ajo është me premtimet e këtyne politikanëve tjerë, e partive tjera. Njoni thot 200.000 vende të punës. Do t'i krijoj. I ka hub një 70.000 për këto 4 vjet, thot tash 200.000. Kjo është si ai që lun kumare që thot po shkoj munxer. Se kësaj radhe po më duket që i kam punë më mirë. Ky tjetri thot kom ja rregullu ujin thot këtë Kosovës. 6 vjet fete ka po në Prishtinë. Do me na rregullu ujin në këtë Kosovën. Dhe m'bjen men ajo barcoleta, kur kish pas dek njoni shkon në hava, thot ti e koni mirë ton jetën, thot zgjedhe ku po do me shku, paraj sa në ferë, anë gjenet, anë gjenem, thot bile po t'avojmë shansën mi këshyrë të dyjat. Hini thot e para pe këshyrë paraj sa po punojnë krejt me kolica gjelbrim, po tha krejt po punojnë, mu do këta si, shtirë tha, bën me po tha ferin, po hin aty peshe, aty tunajt krejt, po mirë punë, po pushojnë, pi pëlqen, po thot pse me punu po hiqinej. Kur hin aty mas 3 minuta po vjen njoni bëllët, u kry bëllët,
Hajde tash po t'ju kallim, pelshojmë zjarmin qysho. Tha mëre, po çka ke ajo që e parë, tha, ajo tha veç reklam. Katër vjet fer, me i zavendësu me 5 minuta reklam, jo faleminderit. Na dojmë 4 vjet zhvillim, 4 vjet barazi, 4 vjet sundim të ligjit dhe luftë ndaj krimit dhe korrupsionit. Këtë sjell lëvizja vetëvendosje tashmë është e qartë për krejt, dhe arsyeja pse themi tash, nuk është pse na nuk mund të presim. Sheni se shumica e njerëzve që ishin në lëvizjen vetëvendosje nuk është problemi që nuk mund të presim, por Kosova nuk mund të pret. Kosova nuk i meriton edhe 4 vjet të tjera. Bile, para disa ditëve, profesori Husamedin Feraj e spjegonte në një tubim, thot, qysh kom ardhur në lëvizjen vetëvendosje. Thot, viteve të 90-ta kishte nevojë për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Thot, ishte LDK-ja. Si një lëvizje, tha, i dha zor, tha, e ndërkombëtarizoj, tha, bile, te proj, tha, me këtë farë. E ndërkombëtarizoj, tha, ma shumë se që duhet, tha, se erdhen me na sundu. Tha, ma ne erdh koha e ushtrisë qërimtare të Kosovës, sepse ishte domosdoshme për atë periudhë, dhe erdh periudha e një sundimi, domethënë edhe Partisë Demokratike të Kosovës, cilët ndoshta nevojiteshin edhe për ta shpall pavarësinë dhe duhet bëj ai koalicioni. Por edhe ajo subjekt politik e ka te kalu vetën dhe tash ka kalu në krim, korrupsion dhe në gjana domethënë tjera. Dhe është e qartë që tash dhe vetëm tash ka ardhur koha e lëvizjes vetëvendosje. Jo e njerëzve të lëvizjes vetëvendosje, po e subjektit si lëvizja vetëvendosje që duhet ta bëj shtetin e Kosovës, që duhet ta bëj zhvillimin e Kosovës, që duhet ta luftoj krimin dhe korrupsionin dhe ta çet Kosovën në binarët e vet. Unë sot jam shumë i gëzuar që jam në Prizren, edhe për një arsye tjetër. Prizreni është qyteti i dytë për nga madhësia dhe mas ndryshimit në Prishtinë, rani i shkon kur të shtin Ramadan mujën. Kur e çojnë të shtëpia, rani i shkon Prizreni me bën ndryshimin. Edhe shumë shpejt do të vinë edhe zgjedhjet lokale në Prizren. Si qyteti i dytë duhet me ndjek shembullin e Prishtinës. Dhe duhet me kriju ndryshimin, me kriju masën kritike për me bëu atë ndryshim. Na në listën tonë të lëvizjes vetëvendosje kemi si vjet, do t'i njoftoni edhe më vonë shumë kandidat nga Prizreni. Bile njërin prej tyre e keni edhe në peshën e parë të kandidatëve për të dëshmuar se ne kemi nevojë të përfaqësimit të Prizrenit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj pa e zgjat më shumë, unë do t'ja jap fjalën njeriu të parë më thon prej listës së Prizrenit, Mytaher Haskukës, dhe t'i them që na i thot sa fjalë. Shpend, faleminderit, nderuar Albin, të dashur bashkëqytetar të mi. Sot jam shumë i lumtur që jam këtu mes jush në qytetin tim të lindjes. Së bashku me miq të rinj dhe të vjetër, pikërisht në vendin ku rilindja e popullit ton filloi. Vendi ku gjyshrit tan e bën përpjekjen e parë për krijimin e shtetit shqiptar. E kemi zgjedhur pikërisht lidhjen e Prizrenit për hapjen e fushatës, nga se sot dhe tash prej këtij vendi duam të japim 2 mesazhe. Një për Kosovën dhe një për qytetin e Prizrenit. Mesazhi për Kosovën është që do të fillojmë të bëjmë këtë shtet tamam ashtu si i ka hije. Ndërsa mesazhi për Prizrenin është që pas ndryshimeve në Prishtinë, në rend është ndryshimi në Prizren, ashtu si edhe tha Shpendi. Si shumë të tjerë para meje, unë jam bashkuar lëvizjes vetëvendosje, sepse këta njerëz që i shihni këtu, kam besim. Kam gjatë besim, sepse këta janë njerëz të ndershëm. Këta janë njerëz të dijshëm, këta janë njerëz guximtar. Dhe kanë alternativën më të mirë qeverisëse për Kosovën. Unë jam profesor në universiteti
dhe tani do t'ju tregoj disa pika të alternativës qeverisëse për arsimin dhe shkencën. Prej përvojës e di se me çfarë diturie nxënësit vinë në fakultet. Arsimimi duhet të fillojë qysh ditëve të para, qysh prej edukimit parashkollor, fillor dhe atij të mesëm. E drejta për arsim është e drejtë elementare. Shteti ka obligim të sigurojë të gjithë qytetarëve mundësinë për të arsimuar dhe shkollim cilësor. Arsimimi publik në të gjitha nivelet duhet të jetë falas dhe të plotësojë nevojat e nxënësve dhe të studentëve. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim gjinie, etnie, religioni apo gjendje sociale, duhet të kenë qasje të barabartë në arsim cilësor. Personat me nevoja të veçanta duhet të kenë qasje të papenguar në arsim. Arsimi publik duhet të jetë falas. Në institucionet publike do të hiqen tarifat për pagesën e semestrit. Sot, diplomat që ne i japim kanë humbur vlerën e tyre. Nga se në më shumë plotësojnë nevojat e politikanëve për prestizh, sesa nevojat e tregut të punës. Studentët duhet të orientohen në deg të rëndësishme strategjike për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Duhet të orientohen në shkenca eksakte, si bujqësia, inxhinieria, mjekësia dhe të ngjashme. Institucionet të arsimit të lartë duhet të kthehet fuqia e vendimmarrjes. Duke i bërë ndryshimet e nevojshme në ligj, duhet të eliminohet ndikimi politik i qeverisë. Universitetet duhet të kthehen në vatra të dijes dhe jo të politikës. Sot ekziston disbalancë ndërmjet kërkesës së tregut dhe ofertës së arsimit të lartë. Neve na duan inxhinier të elektroteknikës, ndërsa universiteti ofron vetëm ekonomist dhe jurist. Nesër nëse fillon ndërtimi i termocentralit, ne nuk do të kemi as jurist, as inxhinier, as ndërtimtar, as arkitekt për të punuar në atë termocentral. Duhet të reformohet sistemi i arsimit ashtu që të plotësojë nevojat e tregut dhe ato të bizneseve. Një shtet nuk mund të zhvillohet nëse në vend të aftësive, shkallësive jepen vetëm diploma. Nuk mund të ketë zhvillim kur libri trajtohet njëjtë si mallrat e luksit. Libri është ajo që i qet njerëzit në dritë. Prandaj nuk duhet të ketë tatim mbi librin. Nuk mund të ketë tatim mbi librin dhe mbi dijen. Nuk ka shtet të zhvilluar e cila është të zhvilluar pa arsim dhe shkencë. Prandaj duhet të rritet buxheti për punë kërkimore dhe shkencore, në më së paku të 5% të bruto produktit vendor. Sepse Kosova ka njerëz që me shkencë do t'i kontribuojnë vendit, por edhe njerëzimit. Ne vetëm duhet t'i përkrahim ata. Ne vetëm duhet të besojmë tek ata. Neve na duhen qytetarë të dijshëm. Mas meje për nësë është puhia dhe maku. Përshëndetje gjithëve, ju kërkoj falje juve që jeni mbrapa dhe ju kam kthy shpinën. Nuk është mos respekt vetëm se jeni shumë sot e kjo na gëzon neve tej mase. Gjatë këtyre ditëve kemi mbajt aq shumë takime dhe kemi dëgjuar aq shumë gjëra, por një moment më ka bërë shumë përshtypje një plak i cili më tha: "Të mirë jeni ju, apo këta ujqtë e vjetër jo rastisht janë këtë vend." E kish fjalën për qeverinë, kuptohen. Thash pse? Tha, po qysh e kemi popullin, e kemi edhe qeverinë. Thash, aq, po më vjen keq, me gjithë respektin për moshën e juaj edhe për dijen që keni edhe për vojën, nuk mund pajtohem me juve sepse unë mendoj që popullin e kemi shumë të mirë, shumë sinqert, shumë bujar. Thash, dhe nuk është faji jonë. Mirë, po kur nisa me menu, thash, aq, s'dia pajtohesh me mu vetëm se nëse vlen teoria se qysh e ke popullin, e ke edhe qeverinë. Thash, ja duhet me ndru qeverinë, ja duhet me ndru popullin. Tha, qashtu është. Kështu që të ditë bashkë erdhëm për fundim që popullin me që e kemi të mirë nuk për ndrojmë, po ka ardhë koha me ndru këtë qeveri.
Edhe unë bashkë me kandidatët tjerë në lëvizjen vetëvendosje jemi për ndrimin e kësaj qeverie, e këtij ekipit të paaftë që është duke udhëhequr këtë Kosovën tonë të bukur, me kaq njerëz shumë të mirë. Dhe mendoj që Kosova ka nevojë për një ekip që guxon ta ndrojë këtë qeveri dhe që di se si bëhet shteti. Dhe lëvizja vetëvendosje, me që e keni pa dhe listën, e ka edhe ekipin shumë të mirë, të guzimshëm dhe të dishëm, dhe e ka dhe alternativen më të mirë. Shpendive si përmendi, janë 3 shtyllat kryesore, është shteti së drejtës, jemi për ligj që i ndëshkon të këqit dhe i mbron njerëzit e mirë. Shteti zhvillimor, ekonomi që prodhon dhe zhvillon, dhe jo ekonomi që glabëron. Dhe e treta është shteti social, sepse duhem që mirëqenjen dhe përkujdesjen qytetarët ta kenë nga shteti e jo ta lëmë në duart e fatit. Unë po potencoj shtyllën e shtetit të së drejtës për shkak që besoj që aty është bazamenti një shteti të fuqishëm. Shteti së drejtës është themeli i drejtësisë, demokracisë dhe zhvillimit. Është e pamundshme që një shoqëri dhe një shtet të jetë i drejtë dhe të zhvillohet, po që se nuk ndërtohet mbi parimin e sundimit të ligjit dhe barazisë të qytetarëve para atij ligji. Këto ditë ndiva edhe një barcolet shumë interesant, shpend po të plotësoj pak se po më duket që lidhet me ato që i them më herët. Ja kishte dërgu një qytetar i mlefosu një letër kryeministrit, por nuk ja drejton me emër, e çon në post, në kovertë e shënon hajnit më të madh në Kosovë. Edhe e merr kryeministri letrën, i mbledh ministrat edhe nisin me e bo hall se qysh kë më thon ty hajni më i madh në Kosovë. Edhe kryeministri në moment thot, more s'pe kam der që po më qun hajn, po qysh postieri e ka ditë ku me pru. Po më doke që ka qenë ai postieri për cilin foli shpendi ma herët. Çka du të them me këtë është që janë të korruptum po e din të gjithë, i madh dhe i vogël. Dhe që duhet largu po din edhe ata, sepse kanë fillu me tregu panikun edhe shumë në publik. Këta duhet të lëshojnë udhë. Të korruptuarit të shkojnë burg, e të paaftët të shkojnë shtëpi. Zhvillimi shoqëror e ekonomik e përjashton korrupsionin dhe anasjelltas. Korrupsioni e pamundson zhvillimin ekonomik dhe e pamundson edhe zhvillimin e shtetit. Vetëm me sundim të ligjit, vetëm me drejtësi të zhvilluar, mund të kemi mirëqenie dhe ekonomi të përparuar. Kur hiqet hajnia qeveritare dhe pasiguria ligjore, hapen dyert për prodhim, për industrializim, për përparim dhe për integrim. Pra, është koha që qytetarët t'i hapin rrugë një ekipi të ri. Është koha që ne t'i hapim rrugë vetës tonë si shtet dhe si qytetarë të këtij vendi. Ta kemi Kosovën si që kemi dijet, vullnetin dhe shpresat. Pra 3 të zhvilluar dhe të drejtuar ka një ardhme e re. E ardhmja është tash. Tash duhet të bëhet ndryshimi. Dhe vetëm qytetarët dhe vetëm tash mund ta bëjnë atë ndryshim dhe këtë shtet. Ata do t'ju thonë edhe juve, qysh na kanë thonë neve në Prishtinë, është e pamundur me ndryshu. Ju tash e keni ma lehtë sa herë t'ju thonë është e pamundur, vishtë një këshër në Prishtinën mjafton. Prandaj me 8 qershor, ta bëjmë qeverin, qysh e kemi popullin, ta bëjmë shtetin tash. Është 35 që duhet ta votoni, ndërkohë që kur vini te lista e kandidatëve, kudo që vini lapsin, me drejtë e keni në cak. Faleminderit shumë, ja kaloj fjalën kolegut tim aktivistit të nderuar Dardan Sejdiut. Të nderuar qytetarët Prizrenit, ju faleminderit që keni ardhur sot në këtë numër, që të fillojmë ndryshimin e madh, rimëkëmbjen e madhe ashtu si filluan rilindasit tanë një shekull më parë. Pra e fillojmë ndryshimin tash dhe e fillojmë Prizren, sepse besojmë që prej Prizrenit mund të njisim një lokomotiv, një tren i cili në çdo qytet të Kosovës, në çdo fshat të Kosovës, në çdo lagje të Kosovës e përçon mesazhin e një alternative, të vetmës alternativë dhe rrugës të drejtë dhe të vetme përpara.
Unë besoj që me 8 qershor ne si qytetarët të kësaj republike kemi 2 rrugë. E kemi rrugën e përsëritjes të 15 viteve të fundit dhe kemi një rrugë të re. Një rrugë që tani më për 5 muaj e kemi dëshmu se mund ndërtohet. Një rrugë e cila ndërton një shtet zhvillimor, një shtet të së drejtës dhe një shtet social. Dhe si përkthehet kjo? Kjo përkthehet në republikë për të gjithë e të gjithëve, jo të disave dhe për disa, ashtu që e kemi pa këto 14-15 vitet e fundit. Dhe unë dua të përdor këto 4-5 minuta të flas për shtetin zhvillimor, sepse besoj që problemet tona kryesore, ashtu si i përmendi edhe Puhia, edhe Shpendi, edhe Mytaheri, lidhen me çdo cep të kësaj shoqërie, por se kem nevojë të ndrojmë modelin ekonomik. Për 15 vite e kemi pa modelin e këtyre. Model me cilin privatizojmë me çmime të lira, sepse i blejnë ata vetë. Model me cilin privatizojmë dhe lëjmë njerëz pa punë, sepse duam të punsojmë familjar. Model cilin për ekonominë e këtij vendi e bjen në humner me 40% papunësi, me 30% varfri dhe 18% varfri të skajshme. Në këtë Kosovën e këtyre 15 viteve, rruga e cila na ka përcjell për këto 15 vite, kemi 300.000 qytetarë në këtë vend që jetojnë me më pak se 2.000 kalori në ditë. Kjo i bjen që 300.000 qytetarë në Republikën e Kosovës nuk ngihen as buk. Kjo është rruga e parë, pra rruga e 15 viteve të fundit. Dhe rruga e dytë që e propozojmë ne si lëvizje vetëvendosje, si alternativa e vetme përpara për ndërtu shtet, është alternativa jonë, alternative drejt dhe alternativë zhvillimore. Ne sugjerojmë në programin tonë qeveris dhe do e zbatojmë me qeverisjen tonë TVSH0 për produktet bazë në shportën e konsumatorit. Pra nuk duhet paguar tatim për buk, krip, vaj, sheqer, gjësende që shportën tonë konsumatorit janë kryesore. Pra ne duam që shporta jonë e konsumatorit jetë më e lehtë për ka çmimi dhe më e rëndë për nga pesha. E dyta, paga tona duhet ke një sistem tatimor të përshkallëzuar. Pra ata që fitojnë më pak, të paguajnë më pak. Dhe ata që fitojnë më shumë, të kontribojnë më shumë. Por kjo shkon në dobi të gjithëve, sepse kështu mbushim buxhetin dhe kështu ndërtojmë shtet të së drejtës, shtet social dhe bëhet më mirë për të gjithë e jo vetëm për disa. E treta, e që besoj gjithashtu është shumë e rëndësishme. Këto 15 vite na kanë folë për këto ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për investimet e huaja, për sektorin privat dhe gjithçka që kanë bërë për te është zhvatje dhe rishfet. Ne do e heqim edhe rishfetin edhe zhvatjen. Në ditën e parë të qeverisjes tonë, sektori privat do merr frymë lirshëm, sepse ka një sistem drejtësisë i cili përkujdeset për ta. Dhe për më shumë, tatimin fitim do i lirojmë nëse i reinvestojnë në prodhim dhe në vendet reja të punës. Dhe me këto 3 mekanizma, ne sigurohemi që buxheti jonë nuk mushet në kufi, por mushet në vend. Sigurohemi që prodhimi është vendor dhe sigurohemi që kemi vend njerëz të punësuar, pra vendet punës. Kjo është alternativa jonë. E dyta janë këto politika tona tregtare. I keni pa për 15 vjetë. Prishtina është bërë si një stacion i autobusit, ku udhëtarët veç vinë hypin autobus dhe shkojnë në qytet tjetër. Pra ekonomia jonë është bërë e tillë. Gjithkush mund të shet në Kosovë, derisa ne nuk mund të shesim askund, sepse nuk kemi ndërtu prodhim, sepse prodhimin tonë e sulmojnë, sepse s'kemi shtet i cili mbron biznesin, prodhusin, industrinë. Me alternativën e lëvizjes vetëvendosje, me qeverisjen tonë, ne do zbatojmë politika bilaterale dhe sektoriale. Kjo i bjen që prodhimin vendor do e mbrojmë. Prodhimin vendor do e mbrojmë. Tregti do ketë, por do ketë në sektor në cilët ne nuk jemi të mirë, ndërsa në sektorët ku jemi ne të mirë do i mbrojmë dhe kështu do rrisim prodhimin, do rrisim bizneset, do rrisim industrinë dhe do kemi vende të reja të punës. Dhe gjitha këto miq të nderuar, dashamirë nderuar, kanë nevojë për një recetë. Për një recetë e cila e ka guximin dhe dijen, e cila e ka programin dhe kandidatët,
dhe e cila, miq të nderuar, e ka kryeministrin Albin Kurtin. Dhe kjo është pikërisht rruga e dytë, rruga e lëvizjes vetëvendosje, e guximit, dijes, programit, kandidatëve dhe Albin Kurtit si kryeministër i jashtëm i Republikës Kosovës. Ju faleminderit shumë dhe uroj që me 8 qershor numri 35 jetë shenja e cila nuk është vetëm shpresë por edhe realitet, i cili jetëson këtë alternativë dhe i cili na rimëkëmb si vend. Ju faleminderit. Në vazhdim do t'ju prezentoj disa biografi të shkurta të kandidatëve për Parlamentin e Kosovës, të cilët janë të kësaj zone. Unë i shkurtova me qëllim sepse kishin shumë biografite e gjata, për t'ju mos marrë shumë kohë, edhe ashtu si që mendova, do me thënë shkurtimisht do t'ju prezentoj. Pra, kandidati i parë është Mytaher Haskuka, i cili është profesor asistent në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës dhe udhëheqës i ekipit për hulumtime politika, çështje gjinore dhe komunikim në UNDP Kosovë. Artan Abrashin, i cili aktualisht është duke i vazhduar studimet për drejtësi në Universitetin e Prishtinës, është pjesë aktive e lëvizjes vetëvendosje që nga viti 2005, Aktualisht është këshilltar dhe udhëheq grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në Asamblenë Komunale të Prizrenit. Gjithashtu e ftoj Nora Arapi Krasniqin, Nora u lind në Prizren dhe jeton në Prizren, ka kryer shkollimin fillor dhe të mesëm, studimet universitare i kreu në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin e arkitekturës. Ajo gjithashtu i vazhdoi studimet pas universitare në Universitetin Katolik të Luvenit në Belgjik në drejtimin konservimi i monumenteve dhe siteve. Gjithashtu, Levent Kasemin, i cili po ashtu lind në Prizren, ka kryer shkollimin fillor dhe të mesëm këtu, kurse arsimin universitar në Stamboll, në Bogazici University, nëse kam theksu mirë, ku ka diplomuar në degën e psikologjisë. Gjatë studimeve të tij ai mori pjesë në shumë shoqata studentore, si Qendra Universitare e Bosforit për studime evropiane, ku ai ka punuar si koordinator i projektit, duke organizuar seminare dhe takime të ndryshme me biznismen dhe politikanë në Turqi dhe Evropë. Po ashtu e ftoj kandidatën tjetër, Valizake Thaçi Selina, Kjo kandidate diplomoi në vitin 2003 në degën e dizajnit grafik pranë Universitetit të Prishtinës, aktualisht është drejtoresh ekzekutive e kompanisë ATV Media House. Duke i lexuar këto biografi e vrejta dhe njëherë që me të vërtet këta njerëz vetëm se kanë ndërtuar një karrierë dhe e besoj ashtu si që ju kam bashkangjit edhe unë lëvizjes vetëvendosje, nuk kanë ardhur për të pasuruar, por kanë ardhur për të kontribuar në zhvillimin e shtetit. Në vazhdim, e thash në fakt edhe në fillim ku kryetari i komunës Shpendameti e filloi ndryshimin në kryeqendër të Kosovës dhe këtë ndryshim tani po e ftoj njeriun që këtë ndryshim do ta përhap në gjithë vendin dhe do ta përfundon ashtu siç duhet.
Merë edhe qëtësë. Të dashur qytetarë të Prizrenit, të nderuar deputet të ardhshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës nga radhët e vetëvendosjes, zonja dhe zotërej të nderuar të pranishëm, ju faleminderit që na keni bërë bashk në vendin e lidhjes, në vendin e bashkimit, këtu në lidhjen shqiptare të Prizrenit në Prizren. Prizreni është qytet i historisë dhe i kulturës, por Prizrenin duhet ta bëjmë edhe qytet të ardhmërisë të ekonomisë. Qytetin e kalas e të lumbardhit, qytetin e lidhjes e të zejtarisë, duhet ta bëjmë edhe qytet edhe të prodhimit edhe të drejtësisë. Qytetarët e Prizrenit duhet bashkohen në këtë qytet bashkimit për ndryshime në Prizren dhe në mbar Kosovën. Kandidatët e vetëvendosjes në Prizren janë njerëz të ndershëm e të guximshëm, janë njerëz punëtor e profesionist, sepse pas 8 qershorit, qeveria e vetëvendosjes do t'jetë e këtill, e guximshme dhe ndershme, profesioniste dhe punëtore. Pas 8 qershorit nuk do të ketë më qytetar të dëgjueshëm ndaj politikanëve, por do të ketë politikan e qeveritar të dëgjueshëm ndaj qytetarëve. Vetëvendosja është kushti dhe mundësia, vetëvendosja është dëshmia dhe garancia për këtë. Vetëvendosja e don shtetin me sovranitet, ekonominë me prodhim, gjyqësinë me drejtësi, shoqërinë me barazi, politikën me ideale, institucionet e Kosovës me moral dhe popullin e Kosovës me vetëvendosje. Por që populli i Kosovës ta ketë vetëvendosjen, duhet që vetëvendosja ta ketë popullin. 8 qershori është shansi që duhet shfrytzuar, 8 qershori është mundësia që duhet përdorur, 8 qershori është e drejta që duhet ushtruar, ndërkaq 35 është numri që duhet votuar. Pushtetet e pas luftës në Kosovë e kanë ullur tatimin që të arrisin pabarazin dhe të ashtojnë reketin. Aty ku ne e shtojmë tatimin, e bëjmë këtë për të zvogluar pabarazin dhe për të arritur kërkesën agregaten, ndërkaq aty ku ne e ullim tatimin, e bëjmë këtë për të ullur varfrin dhe për të inkurajuar edhe prodhimin edhe sindikalizmin. Ata që reinvestojnë fitimin, ata që hapin vendet reja të punës, sidomos në prodhim, do të lirohen nga tatimin fitim. Po ashtu do t'ua ulim tatimin punëtorëve që organizohen në sindikata dhe me numrin e shtuar të inspektorëve të punës do të mbrojmë të drejtat e punëtorëve dhe do t'i forcojmë sindikatat. Të dashur qytetarë të Prizrenit, në Kosovë ka pak demokraci sepse ka shumë pabarazi. Koncentrimi i pasurisë te 1% i popullsisë e minon demokracinë. Lëvizja vetëvendosje është lëvizje progresive. Kosova është vend i shkëmbimit dhe i konsumit, por me vetëvendosjen qeverisje Kosova bëhet vend edhe i prodhimit edhe i rishpërndarjes. Diku në Kosovë janë më shumë se 300.000 familje, dhe secila familje i ka spaku 5 këmisha, dhe secila këmish i ka spaku 10 pulla. Kjo do të thotë që në Kosovë janë më shumë se 15 milion pulla, po as njënën për ty nëse këna prodhu vetë. Me vetëvendosjen qeverisje, s'po them që me njëherë do të prodhojmë kamera televizive të sofistikuara, mirë po gjësendet elementare ushqimore, industrinë përpunuese ushqimore, e gjithashtu dhe industrinë e rënd të minjerave, mineraleve, energjisë, do ta kemi për shkak se shteti zhvillimor e orienton ekonominë në prodhim, prodhim ky që sjell para, e para që sjellin mirëqenie për gjithë qytetarët, pa dallim religioni, pa dallim moshe, pa dallim gjinie, pa dallim komune, pa dallim prejardhje, pra pa asnjë diskriminim dhe pa asnjë privilegj për asnjëri. Lëvizja vetëvendosje do të garantoj kredit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe do të subvencionojmë kamatat për bujqësi. Do të krijojmë një bankë për zhvillim dhe eksport me që rast kredit do të ulën nën 5%,
ndërkaq afatet kohore do të zgjaten mbi 20 vjet. Banka zhvillimore nuk është për shitje. Banka zhvillimore dhe ajo për eksport nuk vrapojnë pas maksimalizimit të profitit, për shkak se ato reinvestojnë profitin. Me vetëvendosjen qeverisje, Banka Qendrore e Kosovës do të jetë në qendër të sektorit financiar me një arkitekturë të re, ku do të kemi një guvernator i cili është profesionist dhe apartijak, jo sikurse ky Bedri Hamzai që e kemi tash. Dhe në të njëjtën kohë, banka zhvillimore nuk është për shitje. Banka zhvillimore do të jetë në funksion të prodhimit, në funksion të bujqësisë, në funksion të eksporteve, me që rast do ta bëjmë edhe indeksimin e kamatave, me që rast këto do të varen prej kostos mesatare të kapitalit, po në të njëjtën kohë edhe prej asaj se a janë kredit për konsum, për prodhim apo për bujqësi. Nesër, me lëvizjen vetëvendosjen qeverisje, bankat zhvillimore do të punojnë për qytetarët. E jo sikurse sot, ku qytetarët punojnë për bankat, me qenë se tër fitimin e tyre u ashter kësti që du t'ja u pagojnë bankave komerciale. Mërgatës son, do t'ja mundsojmë që të jetë edhe faktor ekonomik, e jo vetëm të ketë një rol të reduktuar social, dhe me të do të bashkëpunojmë në promovimin e eksporteve tona. Të dashur qytetarët Prizrenit, sot pushteti është më i fuqishëm se sa shteti. Me qeverisin e vetëvendosjes, shteti do të jetë më i fuqishëm se sa pushteti. Qeveria e vetëvendosjes do ta bëjë shtetin më të fuqishëm se secili individ dhe të barabartë për gjithë qytetarët. Pra, ky do të jetë një shtet republikan, ku ekonomia është me prodhim, shoqëria është me barazi, ndërkaq vetë shteti është me drejtësi. Dhe kjo alternativë e vetëvendosjes, që është avancimi i konceptit tonë politik, po gjen mirë kuptim e pranim gjithnjë më shumë anën Bankë Kosovës. Kjo është arsyeja kryesore pse këta po bien e ne po ngritemi. Kjo është arsyeja kryesore pse këta po shkojnë e ne po vim. Sepse ne po rritemi dhe me datën 8 qershor do t'i kalojmë ata dhe në krejt Kosovën do t'a bëjmë ndryshimin të cilën e bëm me datën 1 dhjetor. Me 1 dhjetor në Prishtinë, lindi pranvera midis dimrit. Me 8 qershor në krejt Kosovën, do të përfundoj kjo zagushia dhe kjo agonia në fillim të verës. Pra, lëvizja vetëvendosje përbëhet për këtyre njerëzve të drejtë, që ecin drejt, në rrugën e drejtë dhe nuk ka kusht që i ndalë. Me 8 qershor, qytetarët do ta punësojnë një qeveri të re e cila nuk punëson sipas mbiemrit, por e zhvillon ekonominë, e cila është ekonomi prodhuese e ku gjejnë vend pune njerëzit sipas aftësive dhe përkushtimit në punë. Këta qeveritarët e tjerë të pas luftës në kanë kthyr në kohët Jugosllavisë e Serbisë, ku mas pari na thirrshin mbiemrin e mas nej emrin. Po nuk e patë mbiemrin, Thaçi, Veseli, Grabovci, Mustafa, Pacolli, Haradina, e kështu me radhë, s'u gjen vend pune. Me vetëvendosjen qeverisje, mas pari vjen emri e mas nej mbiemri dhe punësimi shkon sipas aftësive e kursesi sipas prejardhjes. Me vetëvendosjen qeverisje nuk mbetet asnjë plumb e Kosovës djerë. Ne gjysmën e tokës sot që e kemi nuk punohet. Nuk kemi tokë as për të shitur, as për të falur, as për të lënë djerë. Ne do t'i rrisim edhe fermat, edhe rendimentin, edhe cilësinë e prodhimeve bujqësore. Do të rishikojmë privatizimet dhe do t'a bëjmë reindustrializimin e vendit. Prizreni para 3 dekadave i ka pasur 28.000 të punësuar. Ne butiqeve dhe restoraneve do t'ja shtojmë fabrikat prodhuese. Natyrisht që butiqet do t'jenë këtu me neve, por një gjë kemi të qartë se në një butik këtu në Prizren, një vajzë punon paradite, vajza tezës i punon masdite, 20 veta hinë provojnë gjithë ditën, njonin ashta prej tyne blenë, kështu s'ka rritje ekonomike. Është domosdoshme që butiqeve, bankave, shërbimeve, restoraneve t'ja ushtojmë do e mos edhe fabrikat. Të dashur qytetarët Prizrenit, lëvizja vetëvendosje do të qeverisë edhe me gomë edhe me laps. Do të qeverisim me gomë sepse do të afshim korrupsionin. Dhe do të qeverisim me laps sepse do të zhvillojmë vendin.
Këto qeverisit e pas luftës nuk kanë qeverisur as me gomë e as me laps. Këta kanë qeveris me lpise. Ne do të qeverisim edhe me gomë edhe me laps. Kriminalet e të korruptuarit që po janë bojnë peng Kosovës zhvillimin e barazin, bashkimin e drejtsin, ne nuk do t'i fusim në burg nga urrejtja për ta. Ne këta do t'i arrestojmë nga dashuria për vendin tonë. Pra, nuk do të përfundojnë këta në burg për shkak se ne ju urrejmë, me qenë se ne as që mund t'i respektojmë ata që shumë sa të mund t'i urrejmë. Ne do t'i burgosim ata nga dashuria që kemi për vendin e për popullin tonë, të cilën ata e urryen dhe e tallën për 15 vjet rresht duke e plashkitur e përbuzur. Me 8 qershor, kur fiton vetëvendosja, kjo merr fund menjëherë edhe përgjithmonë. Të dashur qytetarë Prizrenit, unë ju garantoj që nuk do të zbrapsim para asnjë kriminali, asnjëherë, dhe që nuk do të ketë kriminal që nuk do të zbrapsit e do të kapet, që nuk do të gjykohet e dënohet nga forca e ligjit dhe nga drejtësia e shtetit. Qeveritë e drejtanishme nuk po i mbrojnë qytetarët. Ato nuk i kanë mbrojtur ata as politikisht nga Serbia, as ekonomikisht nga varfënia. Në vend se qeveria t'jetë imuniteti qytetarëve, ajo ka qenë përherë sëmundja e Republikës sonë. Vetëvendosja është shërimi për qytetarët, vetëvendosja është shërbimi ndaj Republikës, vetëvendosja është zgjidhja në këto zgjedhje, e numri 35 është vetëvendosja. Ne jemi mbledhur këtu të lidhja e Prizrenit në vendin historik të kombit ton, por gjithnjë në traditën e rilindasve ton, ne nuk jemi kundër pakicave kombëtare a fetare. Bashkimi kombëtar nuk është për inat të dikujt tjetër, por vetëm për hir të vetës son, duke garantuar të gjitha të drejtët e njeriut dhe të minoriteteve, për të gjitha të pakicat si në aspektin politik e kulturor, po ashtu edhe në atë social e ekonomik. Të dashur qytetarët Prizrenit, të nderuar deputet të arshëm të Kuvendit Republikës, secilën ditë të këtyre viteve të pas luftës në Prizren e në krejt Kosovën, patëm Ramazan për qytetarët e Bajram për pushtetarët. Me qeverin e vetëvendosjes kjo do të ndryshoj rrënjësisht. Do të ketë Bajram për qytetarët e Ramazan për pushtetarët. Sepse nuk ka më luks e rehati për ata që janë pushtet, por ka veç se punësim e mirëqenje për të gjithë njerëzit. Unë udhtoj shumë anën banë Kosovës prej një komune në tjetrën, prej një qytetin në tjetrin, dhe së shpejti bëjmë 9 vjetë ne të lëvizjes vetëvendosje që bëjmë aktivitete publike, tubime me qytetarë, takime të vogla të mëdha. Dhe gjatë ti qarkullimi me makinë, kaq të shpesht në Kosovën e rrudhur historikisht, nuk më ka rastisur asnjëherë ta shoh në asnjë vend, asnjë patrull të policisë, e cila e ndal për kontroll në i gjip luksoz me gjama të ertë. Po veç i shë të e nalë në i Golf 2 të lodhën, e të e maltretu shoferin, pse nuk e ki rrypin, pse nuk e ki trekonshin në gepek e kështë më radhë. Me lëvizjen vetëvendosjen qeverisje, nuk do t'jetë mo policia ajo e cila ju friksohet kriminalëve, po do t'jenë të gjithë kriminalet ata që do t'i friksohen secilit policë të Republikës. Me vetëvendosjen qeverisje, ne do t'a lidhim bashk arsimin edhe ekonomin që shë tha dhe më taheri.
Lidhja e arsimit me ekonominë do të thotë lidhja e universitetit me prodhimin. Për shkak se nuk mund të lejojmë që më të vazhdohet kjo hajgarja interesante e trive qyteteve të Kosovës, kur po thonë se në filan fakulteti, të filan universiteti, mund të marrësh bachelorin e masterin e kipe i shpisë. Ne do të ngrisim standardet, kriteret në mënyrë rigoroze për shkencën, për arsimin, për edukimin, dhe ata të cilët do të marrin master në universitetet e Kosovës pas fitores së vetëvendosjes, nuk do të punojnë më kamariera në për restorane, por do të jenë të punësuar në profesionin e tyre, do të jenë të punësuar sipas prirjeve dhe talentit të tyre. Por për ta lidhur arsimin me ekonominë, na kena nevojë që t'ia dhom një hovë të madh ekonomisë. Dhe kjo bëhet përmes qasjes në kapital. Por me banka komerciale, ne nuk kemi mundësi që të ecim përpara. Është domosdoshme që të kemi banka zhvillimore dhe për eksport, është domosdoshme të kemi bankë publike, ku qasja në kapital është e kollajshme. Me këto kredi prej 14% kamat, këto nuk janë banka, këto janë fajde. Me lëvizjen vetëvendosje, fajdja edhe fajdegjit marrin fund. Besoj të gjithë juve ju ka rastis që të shkoni në shalter në sportel të bankës, edhe e keni vrejt aty qysh kur shkoni në sportel, ngjitur për atë tavolinën e cila rrethohet me xhamin që të ndan nga në punësi i bankës, është një laps kimik i lidhur me një spiralet plastikës ose me një zinxhir të metalt. E kuptoni pse? 2 miliard euro këto bankat komerciale na i ka marrë neve, edhe tutën mos pja merr na i klient një laps për 50 centë. Qasja në kapital e kollajshme për prodhues, lidhja e prodhuesve me universitetin, tatim progresiv për zbutjet varfërisë dhe zvoglim të papunësisë, paraqet kombinimin fitues i cili e nxjerr popullin e Kosovës për krizës dhe për më tepër nuk e lën që asnjëherë të kthehet në krizë më. Të dashur qytetarë të Prizrenit, tash është koha për ekonominë prodhuese, pra për shtetin zhvillimor, tash është koha për barazinë shoqërore, pra për shtetin social, tash është koha për drejtësinë shtetërore, pra për shtetin e së drejtës, tash është koha që të vendosim vetë, tash ka shpresë me lëviz, tash ka shpresë me lëvizjen, tash ka shpresë me vendos, tash ka shpresë me vetëvendosjen, numri është 35, subjekti është vetëvendosja, e 8 qershori është dita jonë. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe miropafshim në aktivitete publike në çdo fshat të çdo komune të Kosovës dhe në çdo lagje të çdo qytetit të Kosovës, drejt fitores e deri në fitore, drejt vetëvendosjes e deri në vetëvendosje. Faleminderit shumë. Një shpresë dua të jesh sot dhe nesër, dua të jem bashkë me ty deri atëherë. Ne do e gjejmë një botë më të mirë se kjo që kemi tani. Ti për një botë më të mirë se kjo që
Në 9 vitet e shkuara, vetëvendosja është rritur shumë. Ajo tash është një forcë e madhe që synon të ndërtojë një Kosovë të drejtë, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë sociale. Lëvizja ka qenë opozita e vetme në mandatin e fundit kuvendit me deputetët më aktiv gjatë kësaj legjislature. Me pushtetin e saj në komunën e Prishtinës, ka arritur të ndalojë krimin dhe ta zhvillojë kryeqytetin e Kosovës. Lëvizjes janë bashkuar profesionistët më të mirë të ekonomisë të financave, të bujqësisë së agrobiznesit, të zhvillimit industrial e teknologjisë, të shëndetësisë, të arsimit dhe shumë fushave të tjera të ekspertizës. Tash jemi edhe më energjik. Tash jemi edhe më kreativ. Tash jemi edhe më të fortë. Tash Kosova ngrihet në këmbë me lëvizjen vetëvendosje.